Prokuroria Speciale e Kosovës ka theksuar përmes aktakuzës se në këtë rast është shkaktuar dëm prej rreth 3 milion eurove ndaj buxhetit të Kosovës. Dhe ky dëm përfshin rritjen artificiale të çmimit të grurit, rreth 200 euro mbi çmimin e tregut në atë kohë, sasi të padorzuara të mallit të blerë që është kryesisht vaj dhe sheqer, kontrata të palegjshme të transportit të këtyre mallrave që tejkalojnë kontratën origjinale dhe pagesa 100% në avans e që është krejtësisht në kundërshtim me të gjitha ligjet e vendit, por edhe të gjitha praktikat e deritanishme. Kemi të bëjmë me favorizim të kompanive. Kemi të bëjmë me çmime të fryera, por edhe me procedurë tërësisht të mbyllur që njihet si procedura me negocim. E që në këtë rast është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e prokurimit, por edhe ligjet tjera. Në kontratë gjithashtu kemi të bëjmë me kompani të favorizuara, të cilat as nuk i kanë plotësuar kushtet minimale për të ofertuar për këto produkte. Ato kanë qenë njëra prej tyre kompani e ndërtimit, por normalisht të lidhura ngushtë me njërin nga të pandehurit me emrin Ridvan Muharremi. Përfshirja e personave privat në vendimarrjen shtetërore, që është një skandal i papam institucional. Prokuroria thekson se një person privat me emrin Ridvan Muharremi, pa asnjë rol zyrtar në shtetin ton, ka negociuar këto kontrata, ka zgjedhur operatorët ekonomik, ka marrë dokumente të brendshme institucionale që konsiderohen edhe sekrete shtetërore dhe ato pastaj i ka ndarë përmes grupeve WhatsApp të krijuara nga vetë ministria në këtë rast. Ky është një nivel i pastër i kapjes së procesit furnizimeve strategjike shtetërore prej personave privat që janë jashtë institucioneve. Dhe normalisht që ky përbën edhe një rrezik të papamtë sigurisë kombëtare në vendin tonë. Kjo tregon një dështim të plot të tërë zinxhirit institucional. Mos harrojmë domethënë që komplet bara e furnizimit me rezerva shtetërore, dhe ta sharojmë edhe për publikun, rezervat shtetërore janë elementi kryesor i përfshirjes së shtetit në sigurinë tonë, është pjesë e sigurisë kombëtare. Pra një shtet që nuk ka rezerva shtetërore e ka të cënuar me sigurinë kombëtare. Dhe çka kemi bën ne, çka ka bë kjo qeveri, komplet zinxhirin dhe sistemin e rezervave shtetërore e ka transferuar tek një person privat. Pra kemi dështim të plotë të zinxhirit institucional dhe me këtë rast edhe cënim të elementit të sigurisë kombëtare. E dyta, e tregon qartë, e tregon natyrën e keq qeverisjes dhe korrupsionit të qeverisë në largim të qeverisë Kurti. Nuk është çështja e vlerës, sa është çështja e natyrës kriminale të marrjes së vendimeve në këtë qeveri. Mungesa plotë e llogaridhënies. Kryeministri ka ikë poshtë e nalt, nuk është paraqitur si dëshmitar. Tani këtu në aktakuz figuron si dëshmitar, do duhet të ishte si akuzum, sipas vlerësimit tonë, për shkak se ka përgjegjësi penale dhe politike në këtë rast. Dhe për më shumë, nëse e mbani mend, se ndonjëherë po harrojmë gjërat shpejt, nëse e mbani mend, në komisionet parlamentare ka qenë një sag e dështimeve të komisionit parlamentar, cilën e ka votuar dhe lëvizja vetëvendosje. Dhe pastaj e njëjtin komision e ka pengu, dhe tash po na del para, si me thonë, vetës, arsyeja pse pas ka sabotu. Shpesh edhe në një lloj forme fizike të sabotimit, jo vetëm procedurale, që të mos bëhen këto komisione që kanë pas për qëllim me zbarë të vërtetën për këtë skandal korruptiv. Kjo qeveri në largim e ka për detyrë me e përgjigjet plot, qartë dhe drejt për drejt, këto ditë po ikin gjithë, edhe nuk po shfaqen askund. Kemi pa kur është publikuar rasti vetë kryeministri në atë kohë i ka pas dhënë mbrojtje aktorëve, gjithë aktorëve, dhe tash nuk po shfaqet askund, ka ikë, nuk është paraqitur as dëshmitar, dhe eksponent e lëvizjes vetëvendosjes, siç e thash, kanë ikë edhe nga komisioni parlamentar. Po e kanë borxh para publikut
t'japin përgjigje, kanë përgjegjësi politike dhe sigurisht para organeve të rendit dhe të ligjit kanë edhe përgjegjësinë juridike që t'i sharojnë gjitha çështjet.